Pranë Autoriteti i Konkurrencës erdhi KLSH-ja dhe kërkoi të gjitha dosjet me çdo lloj informacioni konfidencial, sekrete timore tjera për të hetuar në lidhje me vendimet tona. Kryeministri Edi Rama, sa herë gjendet nën kritika për vendimarrjet e tij, siç është edhe rasti më i fundit i protestave qeveritare, justifikohet me argumentin ka marrë 83 vota dhe do të bëj siç dua. Në një formë thuese të ngjashme, edhe një klonim i tij politik, Denar Biba, kreu i Autoritetit Konkurrencës, mban thuese të njëjtin qëndrim. Nuk dua t'i jap llogari asnjë institucioni. Kjo deklaratë e Bibës nuk është meme nga ato që po shohim rëndom këto ditët e fundit në sheshin kryesor të Tiranës. Kryekomisioneri i Konkurrencës u tregua i prerë gjatë raportimit vjetor para Komisionit Parlamentar për Ekonominë, Punësimin dhe Financat të hënën e kësaj jave, 8 qershor 2026. Në diskutim ishte raporti i Autoritetit Konkurrencës, një institucion i krijuar me ligj përballë kontrollit të lartë të shtetit, një strukturë e ngritur drejt për drejt nga kushtetuta. Duket qartë se Denar Biba e konsideron veten dhe institucionin që drejton tërësisht mbi palët. Edhe kur ka qenë zoti Leskaj drejtuesi i atij institucioni ka pasur një përpjekje të tillë dhe drejtuesi para rendës, drejtuesi që ka qenë përpara me dhe komisioni që ne nuk kemi qenë në atë periudhë, kolegët tanë të asaj periudhe kanë kthyer të njëjtën përgjigje që ky është cënimi i pastër i pavarësisë së institucionit, nuk mundet të thotë një institucion tjetër, kushdo. Vetëm gjykata mund të thotë që kjo vendimarrje juaja është proporcionale, nuk është proporcionale. Ne kemi diskrecionin, na ka lejuar ligji dhe ne vlerësojmë në përgjegjësinë tonë personale, administrative, penale, po të doni ju. Si do jetë vendimarrja për një vendim të caktuar. Nuk mundet një institucion tjetër i pavarur, në këtë rast KLSH apo kushdo tjetër, edhe Kuvendi i Republikës, përveç se si retorik politik, që kjo vendimarrja juaja është kështu apo ashtu. Nëse na keni mandatuar, keni besuar tek ne, keni besuar te profesionalizmi jon. Kur e thekson se asnjë institucion tjetër nuk mund të na kontrollojë, ku natyrisht përfshihet edhe parlamenti. Dhe këtë bindje të tij e përforcoi mëtej. Ne na ka dhënë ligji diskrecionin që të vlerësojmë në përgjegjësinë tonë personale, administrative edhe penale po doni, se si do të jetë vendimmarrja jon. Dhe nuk mundet asnjë institucion tjetër i pavarur, në këtë rast KLSH-ja, por edhe vetë Kuvendi i Republikës, që të na thotë se kjo vendimarrja juaj është kështu apo ashtu. Në vijim, Denar Biba doli në rolin e tij si një zëvendësfider politik, duke ju drejtuar deputetëve, ai ju shpreh: "Nëse na keni mandatuar, keni besuar tek ne, tek profesionalizmi ynë. Ne nuk kemi për t'ia dhënë KLSH-s as sot, asnjëherë këto vendime tona." Denar Biba është në krye të Autoritetit Konkurrencës që prej vitit 2021. Ai rimori mandatin në prill 2026 me votat e Partisë Socialiste. Në krye të Autoritetit Konkurrencës, ai nuk ka shënuar thuajse asnjë arritje të rëndësishme për të përmirësuar situatën në tregun shqiptar dhe për të zbutur efektet e monopoleve në sektor të ndryshëm.